Në cilat xhamia ban me ba itikaf, qëndrim, izolim mrena xhamis në 10 ditë e fundit të Ramadan ose jashtë Ramadan. Në cilat xhamia ban me ba? Vetëm Mesjid al-Haram, vetëm Mesjid Muhamedit alayhi salam, apo në krejt xhamiat? Në krejt xhamiat të musliman. Argument, mësoni gjithmonë me lyp argumentin. Ne na mësu si shqiptarë na mësu gjithmonë ka thënë hoxha, kë nuk është din. Dini është ka thënë Allahu Azza wa Jalla dhe ka thënë Muhamedi alayhi salam. Tash unë thash në krejt xhamiat. Argument, ka thënë Allahu Azza wa Jalla: "Wala taqrabuhunna wa antum aakifun fil masajid." Mos ju afroni grave tuaja. Kështu çfarë forme shprehjet ka Kurani, mos ju afroni grave tuaja. U kuptu. Të ma nuk është qysh folin njerëzit që vjen marrën me ngu me familje. Wala taqrabuhunna, mos ju afroni grave tuaja. Wa antum aakifun fil masajid, përderisa ju jeni duke qëndruar në xhamia. Duke qëndruar në ku? Në xhamia. Fil masajid, xhamia, domethënë shums, xhamia. Kudo që është xhami, lejohet me bë itikaf ndar. Ku ke xhamia fshatit tanë, xhamia qytetit, kudo që je në ata lejohet me bë itikaf me lejen e Allahut Azza wa Jall. Por po them Allahu Azza wa Jall u alet soft e jo një modë gjithmonë.